Një takim njësor me njerëzit që kanë kontribute të veçanta në Partinë Socialiste, e cilësoi kandidati për Partinë Socialiste në qarkun e Vlorës Damian Qiknuri, takimin me ish-drejtuesit e Partisë Socialiste ndër vite. Në këtë takim ishin të pranishëm ata të cilët me kontributin e tyre të përhershëm e kanë çuar përpara Partinë Socialiste të Vlorës. Qiknuri shprehu mirënjohjen e thellë për modelin që gjithë secili i ka ofruar kësaj force politike, duke afruar shumicën e qytetarëve drejt modelit që Partia Socialiste përfaqëson në vetvete si partia shumë pranë qytetarëve. Unë kam pasi tradit kur kam qenë drejtues politik në Vlorë që të mblidhja të gjithë brezat e kontribuesve, ju gjithë jeni njerëz të nderuar dhe ju përgjigjeni kësaj ftese. Unë do të jem një zë i fortë që duhet të përfaqësoj. Kjo krahinë është krahinë me zemër të fortë, me karakter të fortë, në aspektin klasik të mbajtjes së fjalës dhe përballjes edhe me realitetin. Këtë gjë unë do ta bëj dhe do ta bëj vazhdimisht. Përfaqësoni vlerën në qytet, secili në mënyrën e tij ka kontribuar për Partinë Socialiste, ka kontribuar për këtë bashki dhe pse jo do të vazhdoj të kontribuoj dhe unë mund të jem një pikë e mirë lidhse. Njerëzit e kanë spektrin e ngjyrave aty. Të zgjedhin këtë duan. Unë besoj dhe kam me shumë dëshirë përfaqësoj ato vlera të trashëgimisë socialiste që ekziston te gjithë ju, sepse thash ju keni bërë betejë edhe më parë edhe më shumë se unë. Të jemi gjithmonë bashkë për të mirën e Vlorës. Unë personalisht do bëj maksimumin. Dëshiroj të jemi gjithmonë të gjithë bashkë për të mirën e Vlorës, deklaroi Qiknuri në takimin me ish-drejtuesit dhe kontributorët ndër vite të Partisë Socialiste të Vlorës.